Jeni të sigur që filluam. Ta bëjmë dhe një provë në fundit para se të fillojmë dhe të dalim të transmetim. E di çfarë bëndoste më herët dhe Fationi ishim këtu duke bërë lëvizjet tona, po bënim nuk e di fare se si quhet kërcim, po çon cikatën me këtë këngën në sfond me bicikletën e Shakirës, ndërkohë që bicikleta jonë është e vdekur aty në një cep. Pas kemi harruar dhe një letër aty te divani, nuk është nevojë ta fokusoni sikur vdisit, fokusoni gjithë gjërat e mbrapshta këtu në Fandej, kështu që dalëm për një herë tjetër, pastaj do ta pastrojmë. Teksa bëjmë dhe hyrje në Fandej Brizin e sotme. Mirë se erdhët një me këngë shumë bukur në sfond. E di çfarë po ndodhte? Po shikoja këtu në Intervallbeja në Instagram, po shikoja një topic që shpeshherë postohen, por i vërtetës janë tepër të bukura. Dhe radhës është mënyra se si duhet të silleni me persona që janë të mërzitur. Do të thotë do t'i marrësh një batanie, thoshte, i mbulon, tani është vap për batanie, po i çarçaf tani në ver, i mbulon si një sushi, domethënë me të, e kap në krah, nëse ky person i peshon shumë halli juaj, e çon te divani, i jep ëmbëlsira, i jep edhe shumë lëngje për të pirë sepse është dehidratuar dhe e përqafon fort çdo gjë, çrohet me përqafim dhe me Fandej ku vjen këtu në drek në 3-5. Ky topic ishte super bukur, unë do ta përqafoj pak më vonë kush e ka bërë këtë, domethënë, që ndihet akoma dhe më mirë. Mund ta ndiqni në Intervallbeja në Instagram, të tjera si kundër mund ta ndiqni në zëriet tonë sociale sepse kështu gjërat bukura sillen nga hera dhe ndryshe edhe për qenë in for life. Kështu që bëuni pjesë jona në Facebook, në Instagram, në Twitter, në kanalin tonë në YouTube dhe në website-in Info.al. E meqense jemi tek website-i, këtu kam edhe një detyrë tjetër për ta ndarë. Tani ka edhe këngë shqip që janë shumë të bukura. Jo mala, jo smala. Jo po të lajki me shampanjë, të tjerë në fund të ditës mbeten këngë që ne gjejmë non-stop për qef dhe për të kënaqur nga mëngjesi deri në darkë. Kështu që unë ju ftoj të votoni pak këngën tuaj të preferuar në Info.al. Të gjithë fan lover që sot komentojnë dhe çdo ditë komentojnë në Intervallbeja në Facebook dhe në temën e Fandej, përpos kësaj mund t'jepni dhe një vot në Info.al/top 10. Tani gjithëm dhe një që tjetër. Dje ne bëm ato temën për gjithë fan lovers e kam këtë kudo ku jeni, ju keni kontribuar në një lajm që ka bërë Nami dje, sepse bëm pyetjen kush është çifti showbiz që doni ta shikoni të bashkë dhe kur mbaroi Ina kishte bërë një lajm që ja çfarë mendojnë gjithë fansat, fan lover dhe fansat e Fandej për çiftet që duhet të jenë bashkë dhe ky lajm i ka bërë Nami lart e poshtë domethënë. Kështu që bravo ju qoftë që bët një super lajm gjithë fan lovers që kanë komentuar ditën e djeshme që duhet komentoni sot edhe nga hera se kjo është mënyra për të qenë bashkë dhe për dhuruar dashuri. Si kundër dashuri durojmë me Telekom Albania, është aty tani më, duket shumë bukur besoj, është ajo ngjyra që i shkon gjithë shkaje. Dhe janë ato paketa që i rrin çdo ditë edhe çdo sekondë, çdo minutë tuaj për ta bërë më të bukur dhe me prezencën e njerëzve që ju doni. Të ndryshe në telekom.al keni aty paketat më të shumta, të konvertuara në minuta, në mesazhe dhe në 4 gënë që vjen për herë të parë në Shqipëri dhe bën Namin. Kështu dhe ne bëjmë foto pafund edhe siç bëra unë dhe Fationi një video më herë duke kërcyer këtë bicikletën dhe e postuam në Snapchat. E të tjerë. Me 4 gënë e Telekomit mund të më komentoni dhe mua në Instagram se jam kish me komente kohë të fundit nuk e di çfarë po ndodh, gjithsesi vazhdoj të flas shumë shpejt dhe shumë keq. Kështu që le të kalojmë te kënga e parë, Dafina Zeqiri dhe Kejos, dhe ka filluar Fandej. Sot, unë nuk e di fare sa data sot, unë kam humbur komplet këtë 14, wow, iku dhe këriku, sa shpejt, tani kush e di pjesët e rumës se jeni në plazh, në pushim, jeni bërë kështu bronzatë, mua s'po më zë dielli fare këtë kohë, mbeta di gjithë ditës kështu domethënë, gjithë ditës, pjesën e mbetur të pakët të ditës, edhe si përfundim nuk mora asnjë rrezë dhe asnjë gjë, do lym me atë kremin që dukem kështu si bronzatë. Prit ide pa flok kështu se shkruan shumë bukur t-shirtin ditën e sotme. I told you so. Kështu që le të tregojmë pak ditëlindjet që festojnë ditën e sotme, pa harruar të gjithë fan lovers që sot festojnë, kështu që i përshëndes fort kudo ku ndodhet dhe gëzuar dhe nëse keni bërë byrek ju bëft mirë. Mua më hajt shumë byrek aktualisht. Kalojmë kështu te personazhe të famshëm të Hollywoodit, si për shembull Dan Reynolds, që është frontman të ndryshe burri kryesor, kështu i bie bota përkthesh. Vokalisti i grupit të njohur Imagine Dragons sot feston 29 vjetorin, kështu që gëzuar për këtë. Sikundër 30 vjetorin e feston lideri i bandës Bastille, Dan Smith, gëzuar dhe për ty shoku, edhe 130 vite të tjera dhe për të stopuar tek 41 vjetori i James, një prej pjesëtarëve më karizmatik të grupit Black Eyes, në fakt Black Eyed Peas, që ky bën Namin ky çuni, është dukur pa kohë të fundit le të themi, është furë një gjumë letargjik nga Black Eyed Peas, mbajt mend vetëm
William, ose Will.i.am si kundër duan të thrasin, gjithë tjetër është pak në gjumlet argjikle të them. Si sot besoj banda do të bashkohet pak të për një urim kështu solar për 41 vjetorin e Jamie. Kemi dhe ditëlindjen në Shqipëri dhe shumë ditë interesante. Kjo ishte për ta futur Gjulion tani, kudo ku është. Zogu më i mirë prej kretëve feston ditëlindjen sot, kështu që gëzuar ditëlindjen tuna, ne kemi shumë gjatë dhe duam shumë kështu. Kozman, ku je shoku, do ta bësh pak zemrën gur të urosh zogu më të mirë prej kretëve sot. Tuna feston 31 vjetorin, ama kjo shifër nuk vlen fare se mbetet po kaq hot si natyrë, sikur të jetë 20 vjeç mbi gjitha. E përshëndesim shumë tunën, gëzuar për stopuar të një tjetër ditëlindje e personazheve shqiptar, Gen Salihu. Ne kemi patur këtu në studio një njeri plot bot, shumë interesant, shumë i këndshëm, shumë fan, jemi argëtuar tema ase me të. E përshëndesim Gencin, gëzuar ditëlindjen edhe për Gencin që sot bën ka 35 vjeç, kështu që edhe në 135 vite, kështu siç je mos ndrysho kur. Okej, me zogun më të mirë për kretëve në sfond, ne do të kalojmë tek Clean Bandit me këngën e tyre më së fundit. Kam vënë që sa herë vjen ti vendosi këtë këngën. Nuk e di nëse e bëj spontanisht. Do emision? I kam sa kështu specifike. Deja nga një blog vjen përsëri në Fan Day, kësaj here jo më me një modele, po vetëm dhe me gjithë këtë armatosin artilerinë në rënd që ka këtu me vetën. Sot në fakt kemi vendosur ndajmë diçka shumë interesante me gjithë ju që jeni të apasionuar dhe e doni make-upin dhe e bëni vetë make-upin, jo si ne tjerë që s'dim. Janë disa sekrete që do t'i ndaj me ne Deja, disa letemi kombinime në duke të çuditshëm, por ju ndihmojnë shumë. Edhe një produkt që mund ta përdorësh edhe për atë që nuk të shkon mendja. E thash mirë. Okej, fillojmë atëherë, kur të duash, kur ti je gati? Atëherë unë kam zgjedhur disa produkte që shumica e vajzave mund t'i kenë në koleksionin e tyre, por që nuk dinë, domethënë se si mund t'i përdoren edhe për gjërat të cilat ato nuk supozohet, nuk janë parashikuar ndoshta të përdoren nga ato vetë. Për shembull, filloj me të parën, është ky laps i syve këtu. Ky është një laps ngjyrë nude që mund të jetë ose ngjyrë i bardhë dhe që zakonisht ne e vendosim brenda syrit ose në fillim të syrit për t'i dhënë syrit atë dritën. Por që ky është funksioni principal i tij. Por që një funksion shumë i mirë i tij është që mund përdoret si bazë për sy, domethënë ky lapsi në vend të kësaj baze që ne kemi që është klasike, domethënë që vendoset çdo herë para se të bësh make-upin, nëse ti ke një hije sysh që ka një ngjyrë shumë të ndezur dhe ti do ta theksosh, atëherë nëse ti vendos një shtresë të mirë të këtij lapsit, aty te vendi ku do e vendosësh, po mbush gjithë pjesën e kapakut të syrit me to. Po, dhe pastaj e ngjit mirë atë hijen e syve sipër, e thekson shumë dhe e bën të rish shumë herë më gjatë se sa çdo rinte thjesht me bazën, domethënë. Sa interesante. E bën duket shumë e ndezur ngjyra. Kështu që ky është një efekt dytësor. Ose pudra e fytyrës. Pudra e fytyrës ne jemi mësuar ta përdorim për pjesën kur pasi vëmë fondatinën, vendosim pudrën edhe që të qëndrojë më gjatë. Një funksion tjetër i kësaj mund të jetë që momentin që ti ke bërë fondatinën dhe mund të kesh vënë pak rruzh te faqet ose kesh bërë pak konturet dhe ndihesh sikur i ke vënë më shumë se ç'duhet, atëherë marrim pak nga kjo te furça dhe ja kalojmë sipër në mënyrë që ta heqim atë efektin. Domethënë nëse bën një gabim në make-up, nuk ka nevojë që ta fshish totalisht. Po thjesht vendos. Po thjesht vendos pak nga kjo sipër. Gjithashtu nëse ke një buzëkuq që është me shkëlqim ose kremoz dhe dëshiron ta kthesh në mat, mund marrësh pak nga kjo me furçë, ta vendosësh sipër buzës, pasi ke lyer dhe kthehet në mat dhe qëndron gjithë ditën. Për çdo buzëkuq. E kuptoj. Së ndryshe kjo është ajo që rregullon gabimet. Po. Dhe së fundmi, nëse juve keni pjesën poshtë syve ku vendosni korrektorin, ju krijon rrudha gjatë ditës ose rrëshket, atëherë me këtë dhe me një sfungjer të tillë, i cili është Pro Blending Sponge, sfungjer profesional për tualetin, domethënë, juve zhytni sfungjerin dhe aplikojni një sasi shumë të madhe të pluhurit, domethënë, më shumë se ç'do ta aplikojnë normalisht, e lini aty për 2-3 minuta, poshtë syve te pjesa ku ju krijon këto rrudhat, dhe pastaj e fshini me furçë dhe do e shikoni që do i qëndrojë më mirë gjatë ditës. Edhe më gjatë, sa mirë, shumë interesante. Pastaj kemi këto body illuminator. Ky është një tip shkëlqyesi, highlighteri që kanë dalë tani në modë, por është në formë likuide që është më i lehtë për të përhapur edhe më natyral në duke, domethënë. Ky mund të përdoret siç ne jemi mësuar ta shohim në faqet ku vendoset shkëlqimi, domethënë. Por ka dhe mënyra tjera për ta përdorur, mund të përdoret edhe kur nuk e vendosur fondatin fare, edhe thjesht e ke lëkurë mirë atë ditë, ndihesh mirë dhe do të kesh pak shkëlqim, atëherë e vendos prapë te faqja ose te vendet ku ti do bëje highlightin, po pa fondatin dhe duket shumë bukur, duket shumë natyral, thjesht duket lëkura shumë e shëndetshme.
Gjithashtu nëse ke dëshirë që ta kesh, ke një fondatinë mat dhe ke dëshirë ta bësh më me shkëlqim, mund t'i hedhësh një pikë nga kjo brenda dhe ta miksosh dhe kjo e krijon atë pamjen rrezullice. Edhe shkëlqimin. Zakonisht e miksoj një pikë të vogël nga kjo dhe dy shtypje të fondatinë ose 2 pika fondatinë. Po mendoj e përzihen atë Po masë e së pari dhe pastaj përzien aplikon. dhe pastaj aplikon në fytyrë. Super. Dhe kjo jep një pamje shumë rrezullice, shumë bukur fytyrës. Më pas me këtë highlighterin tjetër që ne kemi këtu, që është ky sparkling dust, të bësh si tip xicash. Po, si aplikohet ky në funksionin parsor? Ky merret me një fushë dhe aplikohet te mozat për të dhënë shkëlqim. Ndërsa për funksionet e tjera unë do ta rekomandoja për të dukur buzët më të plota, pasi keni vendosur buzëkuqin, mund të vendosni pak gjithmonë në qendër të buzëve, shumë lehtë, shumë e furçë ose me gisht. Dhe kjo i bën buzët duken shumë të shkëlqyeshme dhe shumë plota. Gjithashtu te cepat e syve mund vendoset për të arritur, domethënë, një pamje më të bardhë, më të hapur të syve, Më të shkëlqyer, e të tjerë. Edhe këto produktet po për të jetën, okej, unë sa të shkëputemi pak, edhe ti kthehemi në pjesën e dytë pjesës tjetër të produktit. Jemi okej, ikim për pak. Nuk po e them që sa herë vjen del kjo kënga. Jemi akoma me Dea nga Inglot për të na treguar se si mund t'i përdorim disa produkte në një mënyrë shumë sekrete për të dhënë një rezultat gjithashtu shumë interesant mbi gjitha. Jemi në pjesën e dytë të produkteve tani më. Hajde, nisja. Atëherë vazhdojmë me këtë produktin tonë, thjesht po i zgjedh kështu rastësisht. Si do duash? Kjo është baza e make-upit që ne zakonisht jemi mësuar ta vendosim poshtë make-upit që të qëndrojë më gjatë dhe të ri më bukur në lëkurë. Po gjithashtu do sugjeroja nëse keni një fondatinë që është shumë e trashë dhe nuk e dëshironi aq të trashë dhe të fortë, mund ta përziheni me pak në kjo baza dhe ta vendosni në fytyrë. Dhe kjo nuk e heq efektin fondatinës, thjesht e hollon pak dhe e bën që të ri më lehtë në lëkurën tuaj. E kuptoj. Sa duhet hedhësh nga kjo për ta përzier me fondatinë apo s'ka lidhje? Varet se sa të hollë do, por gjithsesi këto gjëra mund të shikosh edhe vetë, domethënë pasi aplikon duke eksperimentuar. E kuptoj, shumë drejt. Kjo funksionon edhe kur do të vendosësh fondatinë në trup që të mos jetë shumë e trashë, për shembull kur vendoset e dekolteja për të mbuluar pak problemet që mund të kesh. Shehjet. Tjetër? Pastaj kemi sfungjerin, që unë siç e thash pak më përpara, përdoret për të vendosur gjitha produktet kremoze, por gjithashtu mund përdoret edhe për të vendosur produktet e pluhurit, domethënë pudrat që vendosen në fytyrë për të bërë këto mbajtjen e make-upit më gjatë. Dhe gjithashtu nëse ndodh për shembull që ti të vendosësh më shumë fondatinë se doje të vendosje në fytyrë, atëherë mund ta marrësh sfungjerin, ta lash, ta shtrydhësh pasi ky sfungjer përdoret i lagur. Me vërtet? Po. E lag në ujë edhe zmadhohet pak edhe është më i butë dhe më i lehtë për ta aplikuar make-upin. Do të thënë siç e ke aplikuar make-upin, mund të marrësh ta lash që të jetë i pastër, ta shtrydhësh dhe thjesht ta prekësh lëkurën me këtë në vendet ku ke vendosur më shumë se ç'duhet fondatinë dhe ky do e thithë atë fondatinën e tepër duke dhënë një pamje më natyrale. E kuptoj, sa interesante. Pastaj pjesa tjetër e produkteve janë produkte të cilat thjesht ta lehtësojnë shumë punën, domethënë bërjen e make-upit ose në bërjen e thonjve në rastin që kam zgjedhur unë. Do filloja me të domosdoshmet për mendimin tim për stilin e verës, të cilat janë e pari make-up fixeri. Ky është perfekt për të mbajtur tualetin gjatë, sidomos tani që çdo gjë shkrin nga vapa. Thjesht e spërcon pak në fytyrë dhe jenë rregull për pjesën tjetër të ditës. Gjithashtu, me këtë mund vendosësh edhe pigmentet në sy, siç unë e kam treguar dhe më përpara këtu. Që është një pigment i lirshëm, ti e spërkat me pak nga ky dhe e vendos në sy dhe kthehet në kremoz. Domethënë me këtë pluhurat mund t'i kthesh në gjëra kremoze që qëndrojnë më gjatë. E kuptoj. E kemi bërë duket me modelin herën e kaluar, po. Të mbajmë. Përveç kësaj, një produkt tjetër që unë e rekomandoj shumë në verë është kjo Refreshing Face Mist, që përdoret dhe duke u spërcuar si make-up fixeri dhe përdoret në momentet kur ti ndihesh ke shumë vap, ke bezdi, të duket sikur make-upi jot nuk është më i freskët, thjesht e spërcon këtë dhe kjo t'i jep një ndjenjë freski dhe ta rregullon pak atë ndjenjën, domethënë make-upi që mund të bëhet si kek po të bëhet kuptoj. Dhe nuk ke nevojë ta prekësh domethënë fytyrën që ta prishësh. Kjo është shumë e mirë. Dhe nuk ta ngacmon fare make-upin. Gjithashtu mund përdoret edhe pa make-up dhe me make-up në dyja rastet. Edhe kur nuk ke make-up? Po është thjesht domethënë për të rifreskuar fytyrën, për të ndier me freskët gjatë kësaj vapës të tmerrshme. Shumë të tmerrshme. Sa vjen shumë të mirë, kështu që është bon. Sa që.
Pastaj një produkt tjetër që unë e rekomandoj shumë për stilin e verës janë këto oil blotting sheet, që janë letrat vogla, ja do nxjerrin kanë po. Këto letrat e vogla me të cilat nëse i ndyroses shumë gjatë ditës, thjesht e prek fytyrën edhe këto thithin në ndyrën, por nuk e thithin me kap. Sa interesante. Janë vrasësit e yndyrës. Pastaj te produktet e thonjve, unë kam zgjedhur 3 produkte që do ishin shumë të mira për një vajzë pak fërtase. Për shembull puna ime, që unë i luajtën dhe nuk pres dot se sa të thajen asnjëherë. Edhe për këtë rekomandoj këtë Top Coat, që është shtresa që i lyen sipër thonjt, e cila thahet është fast dry dhe thahet shumë shpejt, dhe ndihmon dhe manikurën të thahet më shpejt. Dhe për vajzat që nuk presin dot fare, po fare ama, kemi këto pikat që janë dry and shine, të cilat i hedh në mënyrë të tillë, më thua, nuk e di më e dorën. Po më dritet dora. E hodha, po? Po. Edhe nëse e ke manikyrën e lagësh, domethënë kjo thahet edhe për punë sekondash manikyri është i thatë. Sa mirë. Këtë dhe mund ta harrosh, domethënë, pa dashje. Mund ta harrosh këtë. Tjetër. Vetë themi që i ra pa dashje. Po kjo e bardha këtu? Kjo e fundit është një Top Coat mat, e cila vendoset pasi ti ke bërë manikyrën. Është shumë e mirë pasi kjo çdo manikyrë e kthen në mat. Domethënë kur ti nuk ke mundësi që të blesh çdo ngjyrë manikyrë, cilën preferon ta blesh në mat. Po. Atëherë me këto mund të shndrosh gjithë manikyrat që ke në mat, thjesht me një fytyrë. Me një të kaluar kështu pa. Okej, këto ishin produktet që unë kisha zgjedhur, të cilat ju ai lehtësojnë pak. Këto që tamam për të shënuar të gjitha të bloku personal. Disha të sekretet e make-upit dhe kështu. Unë të falenderoj shumë që ishe me mua edhe sot. Si gjithmonë në shumë qejf. Edhe për mua. Bashkë jemi sërish. Ikim për pak ndërkohë. Ky është fiksimi i miri. Nëse nuk e keni kuptuar, kjo është kënga që pëlqen shumë kohët e fundit, po të mos kisha veshur fund për shembull, edhe mund të kërcehet si për divani, por në rast nuk që kam një fund që mund të jetë për moshën 2 vjeç, pa çka se un jam 21 dhe vesh, domethënë e lë për një herë tjetër. Para kalim po mund ta bëj se e kam lidhur vetë këtë që dali bashkë ashtu. Sa keq jam me ekuilibrin. Gjithsesi, kënga në fund është e Dimitri Vegas, që ne edhe kemi folur dhe sër folur këtu në fund, është një këngë shumë e bukur. Stay a while, ua sugjeroj ta dëgjoni, vetëm se ka një problem që nëse dëgjon në makinë, nuk do ta hiqi këmbën nga gazi. Dhe e them unë këtë domethënë. Imagjino. Gjithsesi do të kalojmë po tek Hot of the Day dhe këto këngët e nxehta që në verë na duhen shumë, sepse na shërbejnë si kondicioner për ditët e nxehta të verës. Ky është një kompliment që e morëm nga një fan lover ditën e sotme që e përshëndetin. Tani, Hot of the Day, ditën e sotme, ndalon kështu tek DJ dhe producenti i njohur Snake, që vjen me një hit radhës në bashkëpunim me George Maple. Kënga e tyre e fundit titullohet Talk në fakt. Para disa kohësh ishte i tëri dhe i bëri DJ Snake, i cili njoftoi të gjitha fansa që shumë shpejt do të vinte një këngë e re dhe pritet ishte kështu ekzemplare ndër të tjera. Kënga është publikuar si hit kështu zanor në 2014, por ishte ky momenti i duhur sipas DJ Snake për ta sjellë në versionin e mirë field ideal dhe për t'ia bërë promon në mënyrën e duhur, kështu që ne cilësojmë sa më mbyll syt si Hot of the Day. E shohim bashkë. Sa më gjithë e marrë malli për këtë këngë. Wow, brava! Sa më gjithë e marrë malli për këtë këngë, në jeta e fshejmë dhe këtë letrën, se lam nam me kështu facoleta e lartë e poshtë. Tani, për çfarë do flasim? Për Lady Gaga një. Çfarë mora veshur që Lady Gaga do bënte një këngë me David Guetta apo e ka bër? Më azhornoni pak ju nga regjia e ka bër. Presim klipin tani. Oh, me Rihanna që ashtu thotina. Wow, nami bëhet atë nga Hollywoodi. Po nami bëhet edhe me këtë këngën. Unë jam më i mirë, jam më i vështirë, më i bukur, i malas, lagje me shampanjë. Në duke janë këngë që ti thua sa që çarake seriozisht e kanë me këtë këngën, ama të fiksohet. Dhe unë këngë që nuk duhoj dot, më fiksohen. Kjo është shumë e çuditshme dhe më vjen domosdoshmë të vras veten, po. Po nëse gjërat i merr në konotacion pozitiv do gjë shkon shumë mirë. Kjo është e rëndësishme. Prandaj sot në Funday po flisim se bollu mora me çifte ditën e djeshme. Sot po flasim për këngën që teksti ju ka fiksuar dhe një frazë sa ju mbetet dhe këndoni non stop gjatë gjithë ditës. Teksti i cilës prej këngëve shqiptare në momentin ju ka mbetur në mendje. E nisim kështu me Ardi që thotë nisot Noizi, ka bën nona dytin, ju s'keni me pa, nuk ka si unë, je, preferoj të buzëqesh më shumë se me majt seriozitetin, se buzëqeshja ju ka bën juve me fol me veti, e të tjerë plako, Noizi do të marrim mua në bashkëpunim tani patjetër. Bleona thot, nëse më don ti askush s'munden me na ndaj, nëse më don ti deri në fund bashkë jena ana. Ç'a bojnë ana e din, kjo Samantha me Gentin. Pastaj Savi thot, Saviana e ke shkruar gjithë tekstin zemër. Hey babe, erën tënde ndje. Këtë këngën e kam edhe unë shumë qejf, është fiksuar me këngën e Ardian, po ju bëj dhe
dallu na jena një. Ndërsa Suzana thot, ata testin një dëgjoj, ata flasin një njëroj. Duart lartë Albas Skënderaj është kjo kënga. Kristina thot Samantha dhe Gent Fatali me na e dina thot vetën sunë nale, vetën sunë. Në fakt mua te kjo kënga pëlqen ajo pjesa, hajde shkojnë në Azuri, i mushim keset we got the money. Është shumë e lezetshme. Gjithsesi, Kristinën e lexuam. Gesi thot, ato shtypin ku më shumë dhëm, por unë kur bie në këmbë, edhe në këmbë mund të bjerë Albani, nuk është problem. Albas Skënderaj. Dorina Kallavera thot, nuk jam e fiksuar pas këmbëve popullore, por kënga shkruhet e Belulit për vajzën, është super tekst. Lita thot teksti që më ka ngelur në mendje është Beautiful, letrit e Flori, që është shumë anglisht e pastër. Klea thot faleminderit që ekziston ky emision. Jeni si një kondicioner në këtë vap. E Jona Nata është e Jona. Ua, sa komplimenti bukur ishte kjo. Jeni si kondicioner në këtë vap. Perfekt. E putim shumë Klea nga studiot e fan dhe gjithë stafi. E putim edhe çuna? Okej, super. Ambra thot hajsh për tush mua më ka mbetur në mendje Albas Skënderaj me Angel. Ndërsa Ola Niku thot për çdo lot që të ka pikuar shkaku gabimeve të mia, të bëftu i xhenetit shpërbleft në Perëndia. Kënga Bow Down thot Bow Down to the King and the Queen, jo kërkush sunanali thot Era. Paula thot hey fandej mua ka ngelur në mendje kënga e Gent Fatali dhe Samantas Naedina. Ledri Vula surri me nevo jam e fiksuar me Ledrin thot Idba. Idba, po mirë lexova, të dua shumë edhe unë Idba. Kristi thot e peshën e dashnisë vetes e ka mbajtur në krahas, ka blyp prej teje kur shkon nga najherë Ylli Limanit e gjeta edhe këtë. E sa rënd që i ka mund me të lexuar, apo ti ke të lexoj. Ndërsa Elsa thot na jena njohur Ardian Bujupit, Beautiful të Flori dhe Ledrit. Angel të Albas Skënderaj. E me qëse më përmendët Florin dhe Ledrin, a i doni t'i sillen në tani. Po jo me Beautiful, me këtë që po të gjëmë në fond, kjo është, ajo nuk ma lala, hajde të gjëmë bashkë. Çfarë doja të bëja se u harrova, nuk e ju të hutoni këtu. Komplet, sidomos ti që të mbanë me muhabet gjatë gjithë kohës. Unë doja të bëja një foto njerëz të mirë, fan lover, doja të bëja kështu duke pirë, domethënë po ti fryja një çik buzët që është e vërteta, se ka dhe ca filtër të lezetshëm ky Snapchati. Dua ta postoj këtë foton, po jam shumë e sigurt që nuk do marrësh like sa Selena Gomez. Tani, kjo foto e ime, a ngjan me këtë foton? Hajde ta shohim pak këtë foto që do dalin në ekran tani. Ngjaj deri diku, domethënë sa duket Selena në foton e rradhës që më në fund erdhi, duke unë e gjitha domethënë sa Coca-Cola që mban ajo në dorë, pije freskuese në rastin konkret. Nuk e dia do merret si për reklam në Instagramin e saj personazh, sepse kjo është fotoja që ka më shumë pëlqime në të gjithë botën aktualisht. Më herët fotoja që kishte më shumë pëlqime dhe like në mbar botën ka qenë një foto ku u pusën kështu për herë të parë Selena Gomez dhe Justin Bieber, një ndër çifte që shumë bujt dhe shumë kanë bërë mediatikisht gjithmonë flas. Pastaj se dëgjyshja ime që s'ka lidhje me media në përflet, do të thotë, gocat të dy janë bashkë apo si u vajti ajo punë. Gjithsesi, në foton në fjalë, kështu si aksidentalisht e postuar, ku duket tepër e bukur me gjitha vlerët seksuale. Kjo ngjyra e kuqe Bonamin e kam thënë unë, gjithsesi është fotoja më e pëlqyer aktualisht duke mposhtur kështu foton që ka patur së bashku me 24 vjeçari që ka patur së bashku me ish të dashurin e saj që është Justin Bieber, Më shumë se 4 milion njerëz kanë bërë like, domethënë, kanë çuar gishin tek ajo ikona që bën like. Është shumë e suksesshme jo vetëm në media sociale, po mbi gjitha Selena ka filluar që çdo gjë po i shkon shumë mirë dhe shumë bar. Kill them with kindness sot Selena, po namin po bën sepse dhe albumi i saj i fundit ka shitur 6.7 milion kopje të albumeve sipas Billboard. Dhe në fund ditës kjo është një duartërkëtie e madhe për të dhe një super mega arritje. Ne sillim tani Selena gjithmonë më e rritur në produksione që ajo sjell. Same old love. So we don't meet around the Sa pëlqen kjo kënga që do të filloj pam tani. Është ka këto këngë pozitive sikur të kesh hallet më të mëdha të botës, domethënë. Dëgjojmë këtë dhe ja futet të kërcyer për çefin tënd, domethënë çdo gjë shkon shumë mirë, edhe shumë këndshëm. Meqense jemi tek këngët, votoni shpejt këngën tuaj të preferuar me të gjithë fan lovers e kam në info.com/top 10. Ne do të luajmë 10 këngët më të mira, chartin muzikor më të suksesshëm të javës në Fan Day të premten, edhe në radio, në In Radio 105.7 të dielën në mëngjes në orën 10 bashkë do të jemi duke dëgjuar këngët më të mira duke bërë gallata. Tani, kam një lajm që mua më bëri të vlerësoj shumë dhe t'i ngjis kështu në piedestal si Rihanna ashtu edhe Drake. Në vorbullën e fansave të shumë ka larmishmëri të madhe. Një fans është kështu, një është ashtu, në fund ditës së gjithë njerëzit janë të ndryshëm nga njëri tjetri dhe prandaj e gjithë bota funksionon më së miri. Tani, ato kanë patur një fans e cila vuan nga një sëmundje e pashërueshme, Megan Flores ishte emri i saj dhe pak kohë më parë është ndarë nga jeta. Është pikërisht për këtë, kjo është vajza për cilën ne po flasim. E ka bërë kështu adoleshentin në fjalë që edhe vetë Drake i dedikoi një album të torin saj. Kjo është një foto që Rihanna dhe Drake kanë takuar fansen në fjalë e cila po kalonte kështu ditë vështira të jetës saj takon sëmundjes që ajo kishte fatkeqësisht. Ka qenë një dedikim që ka bërë Drake në momentin që është ndarë
fanti adoleshente nga jeta në Instagramin, në rrjetet e tij sociale, dedikim pastaj që është bërë dhe nga Rihanna edhe në sajt dhe fal fotos që është hedhur. Dedikim tepër i bukur që na bën të mendoj që këto artista që janë super mega VIP të kalibrit rënd, në fund të ditës ndjej një lloj sepse ky është emërsi përbashkët të gjithëve. Ndjejmë dhimbje, ndjejmë dashuri, qajm, qeshim e të tjerë. Ne do t'i sillim bashkë tani me Rihanna dhe Drake me një këngë që mos miri i ngjit dhe i shkon te kësaj situatës. Take care. U kujtova këtu në Snapchat. Unë vonë kam kuptuar që ti kishe një opsion ku mund ta shikoje se kush të shikoj Snapin. Imagjino, për gjithsesi nuk e bëj, mund ta shoh kush të doj Snap, nuk është problem. Tani ku jemi ne? Tek rrjetet sociale mbetemi. I harova emrin, unë i gatroj këto dy motrat, të ju kërkoj shumë djes, po pres që të thoj Marina, është Marina. Marina Vjosa është një super yll, një ndër femrat më të bukura që ne kemi në showbiz, më seksi që ne kemi në showbiz, e të tjerë dhe kam dëgjuar që është edhe njëri pozitiv që kjo është shumë rëndësishme për mendimin tim, kjo është principale dhe kryesorja. Tani, kemi vënë re diçka, unë dhe Ina në Instagramin e saj, ajo mund të jetë e bukur, e mirë, perfekte, ideale. Ka një gabim të vogël dhe ka diçka që nuk shkon në Instagramin e Marinës. Do me thënë, përveç se ka shumë foto, ka shumë komente, ka shumë ndjekës, shumë njerëz që i ndjek, e të tjerë, shumë like, ka shumë foto në të njëjtin vend dhe me të njëjtat rroba. Dhe kjo nuk është shumë normale, foto në një divan 5 herë, do me thënë, sepse ne xhaja kemi kuptuar që Marina është e bukur dhe me një foto, nuk është nevoja. Kemi këtë foton, kemi një foto tjetër që po të shikoni në Instagramin e Marinës, do me thënë, keni ja me atë veshjen blu, pantallona, jumpsuit çfarë është, ke 3 foto duke hyrë dhe duke dalë nga koridoret e Top Channel ma të mendje. Sikundër kemi edhe në foton tjetër që këtu po e ka egzageruar me këto flokët e kapura, me manushin, pa manushin, në këmbë, e ulur, në këtë prizëm, në këtë cep, në atë cep, do të thënë më shumë se kaq, nuk mund të poston dhe brenda një nate, poston 1 2 3 4 5 6 foto. Apo 4 foto, 5 foto, në të njëjtin vend, thjesht njëherë është kamera këtu, njëherë është kamera këtu. Kështu që unë mendoj që kjo është interesante për të ndarë me gjithë dhe fansët e Marinës, le t'ia thonë që ti je bukur dhe me një foto, nuk është nevojë të bësh 5 foto thjesht në kënde dhe në prizme të ndryshme. Nëse ishte në koneksion fani dhe kjo asgjë personale dhe shumë gjane kemi këtu dhe çdo personazh tjetër. Do sillim tani Sia me një ndër këngët më pozitive që mund të kemi dëgjuar ndonjëherë, Cheap Thrills. Too close now, nothing like you and me. Thought that I've been hurt before. Sa për ju shë mbajnë mend të këngën të fenomenit kanadez vetëm 17 vjeç, që është Shawn Mendes, emër të komplikuar, sigurisht, titull këngë të komplikuar, Stitches, ama asnjëra nga këto nuk ishte faktor pengues që ky ishte një super mega fenomen dhe bota mbar vetëm ta dëgjoni non stop, po ta duar zërkisë thonin wow, sa i talentuar ky djalë. Në fakt ka qenë vëmendje të paktën atyre që qarkullojnë dhe non stop shikojnë këto portalet interesante në YouTube me cover, sepse ka bërë cover non stop, derisa solli kështu producioni i tij të parë që është ky që ne po dëgjojmë In the Air, Stitches, që bëri namin me një klip të thjeshtë dukje, por që përqafoi kështu gjithë publikun dhe të gjithë e deshën. Le të themi praktikisht e bëri një pushim kështu dhe vjen tani me produksion tjetër që ne kemi quajtur me plot goj Hot of the Day dhe ky është ai që do të nxjerrë situatën aktualisht. Vetë duket një super yll, është shumë i bukur. Ka për 18 vjeç tani më kanadezin në fjalë, vjen me një këngë që në thelb ka një histori shumë të bukur. Tani është ky çuni që e ka emrin Shawn Mendes. Don këtë gocë që nuk e di si e ka emrin, se s'ka emër, po i themi A. Kjo goca është lidhur me një çun B, që ky çuni B është më gazestar, më nuk ka ku të shkojë. Domethënë bën gjithë sherrët e lagjes si bën ky. Dhe ky thotë se vajzës, ti duhet të jesh me mua, sepse unë do të trajtoj siç e meriton, sepse ai nuk të trajton mirë, pa çka se ti më thua unë e dua këtë që më trajton keq. S'ka faj ajo goca se kur fillon ta duash dikon ti do dhe gabimet, kështu që kjo është më së natyrshme. Një këngë me një klip tepër të bukur dhe na kishte munguar besoj vokali i tij tepër interesant. Ne e shohim tani është Hot of the Day. I'm left seeing Each other's paradise. Need a picture from my Unë utova me Viberin kështu edhe harrova fare se edhe ku jemi kështu shkuri dhe chaton dhe komenton. Sidomos me 4 gëndit telekomit të shpëton dhe marrëdhëniet në distancë. Kam thënë dhe e kam thënë këtë. Mund ta kesh ku të duash si të dashur, mjafton të kesh 4 gëndit telekomit bëja dhe flet kështu në FaceTime me to non stop edhe bën komunikime interesante, funksionon marrëdhënia e dashurisë. Këtë dhe shumë paketa të telekomit bëja i keni në telekom.com.al, që shkoni me vrapa ndaj dhe komunikoni me njerëz që u doni sepse ky është rrjeti që na bashkon në Europë Bigjita. Ta bëhet telefoni duket më i bukur, pavarësisht se mua më shtyr ekranin top, më duket më i bukur kur ka Telekom brenda. Është shumë e vërtet kjo. Flasim pak për Lil Kim. Disa ditë më parë ne e përmendëm këtë të fundit sigurisht është dukur Demek dhe s'po e gjenim dot ç'a bëhesh me këtë vajzën. E përmendëm edhe për ditëlindjen. Sot do të flasim më në detaje për epokën e saj të lavdisë dhe ku është aktualisht. Lil Kim, e njohur ndryshe si Kimberly Dennis Jones, është një ndër reperet e para amerikane që ka lëvruar dhe ka bërë diferencën deri diku. Gjithsesi, ajo është
paralelisht edhe modele, ka qenë edhe me aktrimë shmarrë dhe producente edhe tekstshkruese ndër të tjera, veçohet gjithmonë për stilin e gëzimshëm, për ekstravagancën e tij skajshme, edhe shumë të çmendur ato çfarë bënte. Vitet e saj të arta, me pak fjalë ka qenë vitet 2000, atëherë bënte nami dhe ishte kryefjala e çdo gjëje që ndodhte në muzikë. Reperia ka deklaruar që në jetën e saj ka patur shumë lidhje dashurie, po kur mashkujt nuk kanë ditur ta trajtojnë siç duhet, dhe gjithmonë i thonë që ti pa ne nuk vlen e të tjerë, derisa u mësua t'ia dilte me të vërtet vetë në gjithçka që ka bërë dhe e ka bërë mirë. Është pëlqyer së tepër për stilin e saj shumë veçantë dhe për ndryshimet e çmendura dhe të gëzimshme që bënte në look. Ka qenë shumë frymëzim për femrat, një ndërto edhe vetë Kylie Jenner. Ka rrethyer që nuk ka sjellë në jetë fëmijë sepse e pengonte kështu për karrierën, por erdhi mënte kokës më vonë dhe bëri më në fund me një fëmijë. Vitet e fundit është shkëputur tërësisht nga muzika dhe showbizi, që duket e kanë konsumuar më shumë se ç'duhet këtë të fundit. Momentalisht ajo është vetëm 41 vjeç dhe për fat keq e ka tepruar paksa me operacione plastike. Unë ju jap kohë që të shkoni ta googloni ta shikoni sa është transformuar nga këto operacionet e shkreta në Google Image, mund ta gjeni këto, e ndërkohë këtu në Fandej gjejmë një këngë të saj. Mendoj që babi im dhe baballarët e gjithë fan lovers kudo ku janë do kënaqen sot në orën 6 si vjen dokumentar. Vdesin për dokumentar gjenerata e tyre dhe sot keni Mbrojtësit e planetit. Shumë interesant që në titull, kështu që në orën 18:00 mos u mbisni dokumentar një orë pasi të mbaroj Fandej këtu në Interval Benja. Por kënaqësi gjithë atyre që duan informacione kështu të thekur. E një orë më vonë pastaj ju lëm shoqërinë e këngëve më të mira hip hop në orën 19:00 në Indahut, dhe si gjithmonë takimi i përditshëm i shndruar kështu dhe i përjapshëm me çunat me Rudi dhe Mateon vjen në darkë fare në orën 20:00 dhe më mirë një film është e njëjtë sot. Besoj keni nga këto filmat e çmendur, besoj Tradhtari i vogël, domethënë shumë interesant për një militant vetëm 11 vjeçar i këndshëm, ndër të tjera që duhet ta shikoni patjetër. 21:30 vjen ky i fundit edhe është në Cinefan, kështu që është në kuadrin e qefit. Mos u humbisni, më mirë një film se shumë va për të dalë jashtë, ma besoni. Oh, këngë më pozitive se kaq nuk mund të sjellim në Fandej. Bicikleta, e shohim. Liliana thot teksti që më ka ngel fiksim është bongo, kapitali dhe dhurata dorë, nuk futa direkt në temë. Po lexoja kështu komentet që ju keni bërë në Facebook Interval Benja, se u takon teksti që ju ka fiksuar te masë dhe e këndoj non stop. Ky mund të jetë një tekst që nuk e do fare dhe nuk e dura fare, po të ka fiksuar tani çati bësh. Te Liliana ka fiksuar bongo i kapitali dhe dhurata dorës. Violenita thot dhe sa herë kalon për qytet si kupit në zemër si me shigjet, në mira njerëz mua më godet, është nga Ëngjëll e Alban Skënderajt. Lura Telaj thot un pe di që ti pe din qa du, mjafton me pranu me ka du qa don, me pas me mu, me pas për zonat, e tjere tjere. Po trin të jona që aktualisht është në vend të parë në Like Ship Top 10. Angel thot hej Loqka, sa qife kam këmë thonë Loqka. Teksti që më ka vetë në mundi është ai Shawn Mendes Street You Bet, që ne e luajtëm sot këtë këngë dhe shpresoj ta kesh dëgjuar dhe ti shkënaqur se ishte hot of the day. Nata Gabriel thot nëse mdon ti askush smundet me na ndaj, nëse mdon ti deri në fund bashkë jena na, është nga Agent Fatalit. Edhe Samantës, na jena njoh thot Dani, të lagi me shampanjë, njom za, a nuk lodhesh ti kur thua 7 herë të lagi me shampanjë me një këngë, unë lodhem me së drejtën. Nesi thot Noizi dhe Lil Kol me Fly Mood, një Noizi ka bon nona, dytin skena me pa e të tjerë, ajo e Getos dhe Mike, Alban Skëndera me Duart Lat thot Aisela, Uedi thot Elvana Gjata me këngën e re Njësoj është yll, edhe mua më pëlqen shumë, Butrinti me Ejona thot Bleona, Flori dhe Ledri Beautiful, Samantha me Naedina, Shpirti po më digjet me pa. Këto e thot Dona Maro, Noizi dhe Elgidota thot Denisi, Ylli Limani me Najher, teksti këngës së Alban Skëndera me Erinel thot Imperia, kënga Elvanës me Njësoj thot Mersi, 1, 2, 3 e Besës dhe Florit e thot Genta, Floriani thot Eja, po du me kon me ty bepti Eja. Okej, unë këto e di përmendësh Drilona, Butrinti Meri e Jona thot Klea, Hip Hop të Pintave thot Ani, dhe na jena një thot Jusufi, Keura Shijakut në blodha sa qërshia thot Rezardi, a mua më pëlqen, kjo këso e din gjithë të tekstin. Goni Katalani thot Elvana me Njësoj, Ylli Limani Najher, hajde të lagi me shampanjë thot Miklovani, e të tjerë, s'keni lënë këngë pa përmendur. Ama të gjitha janë këngë shqip dhe kjo është rëndësishme, kështu që tani që keni komentuar këtu, këngë që keni komentuar këtu që i bie respektivisht e këndoni non stop, edhe e doni, kështu që kaloni pak në intv.al/top10 për ta pritet do dali pak barku jashtë, për të votuar aty këngën tuaj të preferuar shqiptare. Kështu që intv.al/top10 jepni votën për këngën tuaj të preferuar dhe të premten e takohemi po këtu duke luajtur 10 këngët më të mira të javës sipas votave tuaja. Edhe të dielën zgjohemi bashkë në mëngjes në In Radio 105.7 me 10 këngët më të mira gjithashtu, kështu që mos u humbisni për të kaluar kështu këngë me të vërtet të këndshme dhe për të kënaqur me njëri tjetrin. A i tham të gjitha sot? Unë them po, s'kemi më gjë për të bërë. Takohemi nesër, bëni qef.